Padyshim e keni parë filmin 300 Spartanët, ku protagonisti kryesor është Gerard Butler. Gerard ka bërë dhe filma të tjerë, por sapo kishte mbaruar filmin me 300 Spartanët dhe ishte bërë një ikon, le të themi, e kinematografisë. Në fakt, në atë moment kishin hapur edhe gjitha këto rrjete sociale, kanale me mira kanale me fotografinë e tij. Mirë po, një ditë ndodhi diçka. Një vajzë, ishte një grua, le të themi, në atë kohë ishte 27-28 vjeçe, vuante nga një sëmundje rrallë. Dhe është një lloj kanceri, duhet të dini që kancerat përgjithsisht janë parafërsisht rreth 69-70 lloj kancerash. Do shta kanë shpikur dhe të tjerë tani, por megjithatë këta kanë qenë si në listë. Dhe disa prej këtyre kancerve, me fjalë rreth 40% janë eliminuar. Dhe njëri nga këta kancera kishte, me fjalë mund të eliminojë, që kishte kjo grua ose vajzë, mirë po ishte një kosto e madhe dhe kalonte shifrën $60,000, një gjë e tillë. Dhe kjo grua, kjo vajzë nuk mundej, nuk kishte. Në fakt, lajmi ishte bërë publik, kishin bërë disa donacione, por të vogla. Kishte arritur shifrën rreth $2,000. Pra nuk arrinin dot që t'i gjenin donator dhe që të mundeshi që ta kuronin, sepse ishte vetëm një mënyrë me fjalë që mund ta kuronin, që ajo mund të ishte mirë. Dhe një ditë në emailin e saj, pra të kësaj gruaje që kishte bërë edhe kërkesë online, vjen një shkrim nga Gerard Butler, pra nga aktori, që i thoshte që më dërgon numrin e llogarisë sepse unë do të mbuloj shpenzimet. Do t'i jap, me fjalë, kur kjo për momentin nuk e besoj as që nuk ju përgjigj. Ai i shkruan dhe një mail tjetër. Në emailin tjetër, një vllai saj i vogël, i kësaj gruaje, një 15 vjeçar, i shkruan Gerardit: nëse ti je Gerardi, unë jam Michael Jackson. Dhe Gerardi thot: jam unë i vërtet, i thot, më dërgo numrin e telefonit, thot, që të marr në telefon. Ndonse i dhan numrin e telefonit, ndonse Gerardi e mori në telefon, prap nuk ishte e pamundur që ata të besonin që ishte Gerardi. Pra ishte e pamundur, edhe motra, por njëkohësisht edhe ai. Dhe si përfundim, Gerardi bëri diçka. Tha: më dërgoni vetëm numrin e llogarisë sepse nuk kam kohë që t'u mbas. E çuditshme ishte që këta kishin frikë të dërgonin numrin e llogarisë sepse kujtoni se mos ishte ndonjë haker dhe mund t'ju vite atyre ndonjë kod ose ndonjë gjë. Dhe si përfundim nuk ja dhan numrin e llogarisë. Ai kërkoi numrin e telefonit të spitalit, mori spitalin në telefon dhe foli me drejtoreshën, ishte drejtoresh gruaja, dhe i thot: jam Gerard Butler. I thot ajo: po, mirë, i thot ajo. Po pastaj, i thot: jo, i thot, jam aktor, i thot, që kam bërë, thot, filmin 300, me fjalë 300 Spartanët. Edhe unë kam bërë filmin Herkul, i thot ajo, drejtoresha, filmin e Herkulit. Dhe edhe drejtoresha nuk e besoi. Është një ngjarje e vërtetë, dhe ç'bëri ky Gerard? Kishte, sepse po bënte filma të tjerë pas atij filmi, dhe la filmin gjysmë, me një fjalë, gjeti 2 ditë që la filmin, dhe bëri një udhëtim, duket rreth 300-400 kilometra me avion nga një shtet në tjetrin, dhe u prezantua tek spitali. Kur u prezantua te spitali, drejtoresha për pak nuk i shpëtoi ujë i holl, sepse nuk e besonte. Megjithatë Gerardi u fut direkt, ai më thoni, tha, ku është dhoma e asaj gruas, shkoi aty, ai ishte po mbaronte. Me fjalë, ishte në fund fare. Në fakt, ai bëri dhe një fotografi atë ditë, pasi bëri pagesën, sepse u tha atyre të mjekëve, po u lë, tha, $100,000 dhe që të mbulojnë, sepse ata i thanë që janë rreth $80,000. Tha i tha, po u lë $100,000, tha, që të ketë, nëse ka nevojë për shërbime të tjera, tha, jepjeni, dhe pjesën tjetër që të mbetet jepjeni gruas, tha, që ta ketë edhe për kurime. Gruaja, kur, me fjalë, kjo vajzë e re ose gruaja, kur shkoi ky Gerardi që
bëri dhe foton me të për t'i dhënë kurajo dhe gruaja shpëtoi. Ajo në atë moment qau, në fakt në foto, po ta shikoni, sytë e saj janë me lot, por ishte pothuajse në momentet e fundit, sepse ishin ditën e fundit jetës. Nuk mundej më. Duhet dini që në disa vende, për shembull si në Amerikë apo vende të tjera, nëse ju nuk pagoni, me fjalë ka një taksë ose një çmim. Nëse nuk pagoni çmimin, nuk ka shans që t'u kap njëri me dorë. Nuk është për shembull si në Itali, në Shqipëri apo në disa vende të tjera, që edhe thonë për shembull jemi njerëzor, hajde ta shpëtojmë. Nuk ka shans, me fjalë në këto vende. Sepse i kanë mjekët duan pagesën, nuk u intereson fare për ty apo për mua dhe është e pamundur me fjalë nëse ti nuk paguan. Dhe po thoshja që në momentin që paguan, e morën, e sistemuan, gruan i bën atë ndërhyrjen dhe ajo u shërua. Pasi u shërua, gruaja dëgjoni se çfarë bëri. Ishte e lodhur, e raskapitur, megjithatë ajo kishte dalë sepse i mori atë ditë që mori lajmin që ishte, me fjalë, kanceri ishte zhdukur, ajo mori autobusët. Me fjalë, sepse nuk mund të, kush nga ju e di që me avion, apo nuk e dini, me avion nuk mund të, nëse ke bërë operimin, ke bërë të freskët, nuk mund të udhëtosh, sepse mund të krijoj probleme tek plagët, pra lartësia, por edhe që ti që shtrëngohesh. Dhe është mirë që mos udhëtosh me avion. Dhe ajo udhëtoi me autobusa. Nga një autobus në tjetrin dhe bëri 640 kilometra me autobus, vajtje dhe ardhje. Shkoi atje, e takoi, e përqafoi dhe pastaj u kthye prapë. Me fjalë nuk ndejti atje, por u kthye. Ai ndonse i tha të rinte diku, me fjalë që t'i gjente një hotel, nuk ndejti. Por vetëm për ta falendëruar shkoi atje, pra nuk e bëri me telefon që t'i thoshte faleminderit, por shkoi atje që ta bënte. Megjithatë doja t'i thoshe sepse po shikoja fotografinë me këtë gruan të Gerardit dhe të dini diçka, sepse lexova disa komente aty te kjo fotografia, ku disa edhe amerikan ama shkruajnë, ama se ai ka para, ç'lidhje ka? Ç'lidhje ka? Secili ka për vete. Ngrihu dhe ti në mëngjes, bëj dhe ti para. Ç'lidhje ka? Janë parat e ti, nuk janë parat e tua. Doja t'i thoshe këtyre zotërinjve. Me një fjalë, njeriu sikur e ka për detyrë që të ndihmoj tjetrin, askush se ka për detyrë, që të gjithë ngrihen në mëngjes për të punuar. Dikujt i vetë mirë, dikujt jo. Kjo nuk do të thotë që dikush e ka për detyrë që ta bëj diçka. Ju çfarë mendimi keni? Doja t'ju tregoja këtë histori sepse më ka mbetur në kujtesë. Dhe kalofshi mbrëmje të këndshme.